Se ne kemi ndërtuar një sistem bankar, i cili është i ri, i cili është i pajisur mjaft solide, me teknologji informatike, dhe i cili sistem mund të lidhet edhe me sistemin ekonomik, edhe me ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Ne nuk kemi shumë ndërmarrje të mëdha, kryesisht ndërmarrje të mëdha kemi në sektorin publik, në sektorin privat, mbi sektori ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, që na jap të kuptojmë se ky sektor akoma nuk e ka fuqinë, dhe pse ka dëshirë nuk e ka fuqinë për aplikime shumë të mëdha teknologjisë informatike ose të inovacioneve, sepse në këtë aspekt neve na nevojitet ndërlidhje e disa firmave të sektorit privat për zhvillimin e kësaj. Dhe pashtu kemi në programin qeverisës paraparë që ne të informatizojmë gjitha shkollat, në mënyrë që nxënësit të aplikojnë teknologjinë informatike në gjitha fazat e arsimimit të tyre, nga arsimi fillor, veç masaj mesëm dhe në arsimin e lartë, edhe mendoj se përmes kësaj ne mund të ndërtojmë një kulturë të kësaj teknologji.